Piramidat e Gizës në Egjipt. Ato janë strukturat më ikonike dhe të lashta në tokë, duke tërhequr një fluks të vazhdueshëm vizitorësh. Është e vështirë të jepet një numër i saktë i vizitorëve për kompleksin e këtyre godinave, pasi ai luhatet shumë bazuar në sezonin, pushimet dhe turizmin e përgjithshëm në Egjipt. Megjithatë, llogariten të jenë disa mijëra turistë që e vizitojnë vendin çdo ditë. Piramidat e Gizës u ndërtuan gjatë periudhës së mbretërisë së vjetër të Egjiptit të lashtë, afërsisht midis 2589 dhe 2504 para Krishtit. Ato shërbenin si varre për faraonët dhe kishin për qëllim të lehtësonin udhëtimin e tyre në jetën e përtejme. Ende sot, piramidat përfaqësojnë një sukses të pabesueshëm të inxhinierisë antike, duke pasur parasysh shkallën e ndërtimit të tyre dhe mjetet e disponueshme në atë kohë. Taj Mahal në Indi. Taj Mahal është një kryevepër arkitekturore dhe simboli i dashurisë, duke tërhequr miliona vizitorë në zonën e Agras dhe rrethina. Mesatarisht, ai vizitohet nga rreth 20.000 deri në 40.000 vizitorë në ditë gjatë sezoneve të pikut turistik, veçanërisht përgjatë tetorit deri në mars dhe në fundjavë, numri mund të jetë dukshëm më i lartë. Taj Mahal u porosit në vitin 1632 nga perandori Mughal Shah Jahan si një mauzoleum për gruan e tij të dashur Mumtaz Mahal dhe u deshën rreth 22 vjet për të ndërtuar me mundin e mira artizanëve dhe zejtarëve. Godina është e njohur për strukturën e hollë të mermerit të bardhë, gdhendjet e ndërlikuara dhe dizajnin simetrik. Ajo pasqyron kulmin e arkitekturës Mughal, duke përzier stilet persiane, islamike dhe indiane.